president. E tash, që kjo është e paqartë për edhe na që jemi pak ma t'informum çka po ndodh, pra po është e paqartë. A ka diskutim veç për president, a ka diskutim edhe për bashkëqeverisje, edhe a ka mundësi deri nesër në ora 23:59 me u konstitu kuvend? Një detaj, duke hyrë në takim me Avdi Gjikun, në takimin që e kishin në kuvendin e Kosovës, Kurti tha për qeveri dhe për parlament i kemi votat, jemi duke dashur të diskutojmë për çështjen e presidentit. Se se boni, A mundemi përgjigj zotit Deda? A mundem shtemi sotë Tu hyrë në takim me Atëherë duhet me asharu LDK-ja, a është halo pjesën besimit? A mundem se kemi dhe Jo, që unë përgjigj na do zotit Deda. Ata kanë mujtë me komunikuar për shtyp. No, Ata nuk sharojnë më kur gjo. me sinceritetin maksim. Nuk sharojnë Do më të ata thonë, kur gjo. ne duhet pajtohemi, le t'ja nisim prej metodës e eliminimit të problemeve. Ne le të pajtohemi për një gjë që problemi kryesor aktualisht është presidenti. Qashtu. Prej shkurtit të këtij viti është çështja e presidentit. Vitin e kaluar ne kemi pas ngërsh, po s'ka qenë çështja e presidentit. Duke qenë që problemi kryesor është çështja e presidentit, ne duhet të mobilizohemi për ta tejkaluar këtë. Mund të jetë në funksion të tejkalimit të çështjes së presidentit, zgjerimi le të themi i partneritetit në qeveri. Por domosdoshmëri nuk është aktualisht. Ishte në shkurt të vitit 2025. Kur ne nuk i kishim domethënë gjatë të një vota minimumin që kërkohet për qeveri. Sot i kemi për qeveri dhe për kuvend. Pse se bot kuvendin sot? Të zotëria, abeden. Po për ta përfundoj, po. Çka kërkoni nga LDK-ja? Që kjo çështje. Do të do sene edhe i kanë hije dëmhosaj, po ty ju, abeden, mos më dojnë më Jo, më po më intereson si qytetar, pse nuk u bën sot kuvendin me që e keni numër. Ta shteroj pak diskutimin zonë Shara publikut, jo mu se unë e di.